Amerikës dhe sidomos ditët e sotme, ku çdo gjë domethënë ka humbë vlerën e saj, Kombet e Bashkuara, drejta ndërkombëtare, diplomacia ka humbë vlerën e saj. Normalisht që lufta është një met i madh, një mirë e madhe dhe shumë fitimfluese për Amerikën, edhe pse thotë nuk do të mbështes këtë apo do të mbështes këtë. E qartë, Sokol, nga ana tjetër, si e ke parë dhe vizitën e Marco Rubio në Izrael, a mund të ishte ky një mesazh i qartë pra se SBA-ja po miraton goditjen izraelite brenda territorit të Katarit dhe pavarësisht pra se ky i fundit është një ndërmjetës zyrtar i paqes? Apo patjetër, tashmë kjo duket krejt qartë edhe zoti Rubio që në fjalimin e tij që mbajti në Tel Aviv te muri i qarjes që shkojnë lutën hebrejt atje, por edhe në prononcime të tjera për media, është qartë që është me çdo kush është pro Izraelit dhe tashmë pas fluturimit të zotit Rubio që u largu nga Izraeli vazhdoi ende edhe më haptas gjenocidin ose në thojza pushtimin e Gazës, ku deri më tani vetëm ditën e sotme kemi në mos gabojnë 48 të vdekur dhe këto janë shifra zyrtare që vinë nga Tel Aviv dhe jo nga pjesa e Gazës, kështu që Amerika është totalisht pro Izrael. Biles unë nga njëherë mendoj Gresida që Izraeli është një mashë e Amerikës, ku me të vërtetë ato i fut frikën gjithë botës që po djeg, po pretën, bëhet fjalë për 65.000 vetë, ku 18.000 kemi kalamaj, kemi fëmijë, kemi bebe, domethënë nga 2 muaj, nga një ditë deri në 3 muaj kemi mbi 15.000 nëna shtatzane, gra shtatzane që janë vrarë nga ushtarët Izraelit, pra këto janë të gjitha krime kundër njerëzimit, pastrim etnike, domethënë kemi shkuar në fund të fundit dhe kjo është normalisht që është fruti i Amerikës, pavarësisht se ne e quajmë shteti i Izraelit, bën Netanyahu, por do pa ndoshta pak më gjerë temat dhe normalisht tashmë besoj që edhe pse ishte mbledhja e samiti i radhës, urgjencë i radhës në fakt i Ligës Arabe dhe organizatës për bashkëpunim islamik, ata nxorën një fjalim në fund, një përfundim që ne jemi kundër këtyre që bërë Izraeli, po asnjë forcë, sepse Izraeli do të mund të ndalohet vetëm forcë, por e vetmja gjë që ishte domethënë pas vizitës zotit Rubio në Izrael është që të paktën bota arabe në thojza, nëse ka një botë arabe apo një botë muslimane, tashmë kanë kuptuar krejt të qartë që të jesh mik i Amerikës nuk do të thotë që je i sigurt, edhe pse Katari, sidomos Doha, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe të tjera të paguajnë triliona dollar për të mbrojtur Amerika, por duket që Amerika nuk është ajo Amerika që kanë kujtuar dhe a mund kemi ndaj lëvizje brenda popujve arab në bashkim me këtë, do ta shohim në muajt apo në vitet. Nga ana tjetër, Sokol, apo hyn lindja e mesme në një fazë të re, pra ku edhe shtetet që kanë luajtur rolin e paqëbërësit po kthehen tashmë në objektiva ushtarake? Po patjetër, tashmë kjo është e qartë pas qëllimit bombardimit në Doha nga ana e Izraelit, kjo tregon krejt haptas dhe tashmë biles në shoh nëse liberojmë edhe analizave të lindjes të televizioneve, të mediave, të lindjes së mesme, por edhe mediave turke, tashmë ju ka hyrë frika në palce dhe çdo shtet ka frikë më që të jetë ndërmjetësues, domethënë deri diku që u bën të fjalë për ndërmjetësues, për diplomaci, për të ulur njerëz së paqe dhe ato vritin domethënë me atentate me falni me prellat e ushtrisë izraelite ku ndihmohen nga Anglia dhe nga Amerika sepse rrezet sepse vetë avionat ftarak Izraelit nuk e kanë mundësinë që të shkojnë nga atje në Doha të bombardojnë dhe të kthejnë pa pas logjistikën e tyre dhe pa mbushur në ajër në fluturim domethënë me karburant dhe këtë logjistik ja ka bërë Anglia dhe Amerika. Pra kështu që është ajo që me vërtet që ditët nuk ka të mira për lindjen e mesme dhe sidomos edhe për ata aleatët në thojzat e Amerikës, ata do të rishikojnë strategjinë e tyre të paktën që të dinë se mbrojtja nuk është nga ajo që pagua, por do të jesh vetë një fuqi që të paktën të mbrosh veten tate.
E qartë, mirë Sokol, për të kaluar pra tek vendi ynë tek politika në Shqipëri, Kryeministri Edi Rama shpalli kabinetin e ri pra për mandatin e 4 qeverisës, me 17 ministri, një prej cilave sis nuk ka ndodhur ndonjëherë, do të jetë edhe pra një ministre virtuale. 8 ministra kanë ikur, ndërsa pavarësisht se do të vijojnë edhe angazhimet sigurisht pra në aktivitetin parlamentar, përveç Bora Muzhashi që mbetet tashmë vetëm deputete. Pyetja ime parë se si e ke parë këto ndryshime dhe a është ky kabinet vërtet një produkt i reformës reale apo mund të ketë këtu pra edhe pazare politike brenda Partisë Socialiste? Një në radhë të parë është lufta brenda llojit, do të kuptuar domethënë pak më gjerë. E dyta është që lideri, zoti Rama, tregon që vetëm unë jam në këtë vend, askush tjetër, qoftë në partitë, por qoftë edhe në opozitë, qoftë edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, kurse çfarë ndryshimi kemi, nuk kemi. Në fakt edhe pse gati gjysma e parlamentit janë antarë të rinj, kemi kultin e liderit, dhe lideri bën çfarë të dojë, domethënë qoftë në fakt do të thënë edhe kjo dhe nga ana e djathtë, kemi ata që zgjedhjet dhe të zgjedhurit të emëruar në listën e mbyllur apo në listën e hapur janë ata probleme që ju dini edhe shumë më mirë se unë, sa nga kisha. Aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk jam shumë i fokusuar ndoshta me politikën e brendshme, por çfarë ndryshimi ka? Jo, ndryshimi është kjo që bëra një dhomë, bëra një salloni të shtëpisë, domethënë ke ndruanën e koltuqeve, ke kalon më në mantjet e çfarë ndryshon, asnjë sepse në Shqipëri kemi liderin dhe vetëm zoti Rama është atje, por normalisht për të qenë sa më i fortë ai duhet eliminuar dhe vetë llojin përmbren atin apo jo, jashtë, domethënë në opozita nuk është më e rëndësishme për Edi Ramën, por me ashtu ku dihet mirë që këtë lloj skeme politike që sila kemi parë edhe në Turqi, ku jam për dekadash këtu dhe njëjta metodë, domethënë pastoni në radhë të parë shpintate ku dihet domethënë zëvendës kryeministrat, ministrat vetë besueshëm, shokët e fëmirisë Edi Ramës, ato që bëshin kryqe bismillah për Edi Ramën, ato tashmë ku janë? Disa janë të kërkuar nga drejtësia shqiptare, disa janë nuk dihet se ku janë, disa janë në burg e të tjera, pra kështu që Edi Rama pastron edhe mbrëmsinë e tij, domethënë dhe bëhet edhe më i fortë dhe të gjithë ata e adhurojnë dhe janë të detyruar të adhurojnë sepse ja heq çdo gratis që ka domethënë në qeveri apo në parlament apo në tjetër, kurse të tjerat janë shifra dhe nëse e shohim për shemb të gjithë ministrave, deputetëve të rinj dhe të vjetër, është nga që kemi median sociale këtu, sot ndoshta para 20 vite nuk e themi, nuk e kishim thënë dot këtë Grecia, por do të thënë kjo që të gjithë shifit të gjithë ministra, deputetët, TPS, ashtu, të gjithë sikur mos kenë një identitet të tyre për vetëm liderin e tyre. Pra domethënë nuk është një ajo dëshirëshmëria e kombit shqiptar, një pritshmëri, një ashtu, por është thjesht ashtu ka ndrru domethënë kalltugun nga ana e ka kalu matan tjetër për asnjë gjë tjetër, sepse vetë për çdo gjë është zoti Rama dhe forca e tij në PS, në të gjitha institucionet e shtetit, por ashtu edhe ku nuk i arrin forca e tij, domethënë duke përdorur prokuroritë e posaçme, siç ne në Shqipëri themi spaku, duke të qëndron për të siguruar dhe për të shtuar forcën e tij mbi çdo lloj pushteti që ka në Shqipëri, kështu që nuk kemi ndonjë gjë që të re, domethënë për atë, kurse për atë diella e jon me të vërtetë që kjo është një gjë e bukur, paktën që gjithë bota po flet për këtë, por është turpi sepse në thojza një lider si Edi Rama, një artist që me të vërtetë në punën e tij është artist, edhe pse ka bërë shumë gjëra jo të mira për Shqipërinë, nuk është me qenë në vend tjetër, edhe pse boshatisi Shqipërinë për të thuar sekret, përsëri është një gjë e mirë sepse foli gjithë bota për atë, por çfarë është ajo? Ajo është thjesht për të tjetërsuar aktualitetin dhe problemet e zgjedhjeve të kaluara dhe si janë marrë, si janë bërë, si janë ashtu, por asnjë gjë tjetër dhe kështu që Shqipërisë duhet një rrugë drejt Bashkimit Evropian dhe nëse referohemi fjalimit e tij që mbajti sot zoti Rama në atje nuk ishte një fjalim i ndenj që jep atë që meriton Shqipëria apo atë që duhet ta ketë Shqipëria, por është thjesht një politik e një politikan që është një lider që jetë vetëm ai dhe askush tjetër, ku realisht në Shqipëri kjo duket krejt qartë, mendoj unë. Nga larga. Nga ana tjetër, si e ke parë që Ministria e Brendshme tashmë do të drejtohet nga një grua, pra ministre do të jetë Albana Koçiu. Si e ke parë këtë fenomen ndërkaq ku aty ka edhe probleme të shumta, sigurisht do të kemi edhe probleme me bandat apo dhe me krimin?
një drejtimi i një ministrie, dhe sidomos në ministritë më të rëndësishme, si Ministria e Punëve të Brendshme, apo Ministria e Drejtësisë, apo Arsimit, apo Shëndetësisë, në fakt unë jam mashkull për të thënë kjo që është shumë e mirë, është shumë pozitive, sepse femrat din të drejtojnë edhe shumë më mirë se sa meshkujt. Është një prind, është një nanë, dhe sidomos në punët e brendshme, ku të gjitha gjërat mblidhen mbi kupolën e saj. Por se sa do të jetë, domethënë, në hijen e Ramës, sa forcët e ketë ajo që të drejtojë, do ta shohim në vim, por qenia e një femre në ministrinë më të rëndësishme, unë e shoh shumë pozitive, por se sa do të jetë e fortë ajo që të bëj ministrilekun e saj, do ta shohim në fakt, sepse unë personalisht nuk e njeh zonën dhe nuk është se kam më që ta di kapacitetin e saj që të shprehën për atë, por është një gjë e mirë, por se sa do t'ja lejoj zoti Rama të jetë e zonja e punës, do ta shohim në vijim. E qartë. Mirë, Sokol, për ta mbyllur shkurtimisht, si e ke parë ndërkaq dhe pse zgjodhi pikërisht kryeministri Edi Rama o Gerta Manasiriun si kandidate për të drejtuar pra edhe Bashkinë e Tiranës? Apo këtë janë lidhje lëvizje brenda partisë, do të parë lidhjen e zonjës Manasiriu me Erion Veliajn, çfarë lidhje ka, ku do të jetë vetë vota e saj, domethënë është një që ka marrëdhënie shumë të mira me zotin Erion Veliu, që tashmë është në burg, por dhe atë votën mos ta lejoj që të